ata mundohen që atë kyçe ligjore me kry për një kohë shkurt që mos minxon dikush. Kulmi i shkeljeve teknike dhe ligjore në sektorin e energjisë mbetet fenomeni i kyçeve ilegale. Këto raste të njohura si vjedhjet e energjisë elektrike në vazhdimsi llogaritën si shkaktar të zjarrit. Në analizat e shkaktarëve të zjarrit, vjedhjet konstatohen si më problematike. Instalimet për të vjedhur energjinë kryen nga jo profesionistët dhe jashtë çdo standardi. Raportet e KEC të artuara tregojnë se personat që vjedhin energjinë elektrike, për të mos u diktuar nga kontrollet, kryejn punime të shpejta gjatë natës, duke përdorur kablo të holla e të pasigurta që nuk përballojnë as minimumin e ngarkesës së një objekti. Ky material jo adekuat nxehet brenda një kohe të shkurtër dhe shndrohet në burim shpërthimi për tërë rrjetin përreth, duke rrezikuar jo vetëm hajnin e rrymës, por tërë lagjen apo kompleksin e banorëve që paguajnë rregullisht. Përderisa ekspertët e rrjetit bëjnë thirrje për legalizim dhe aplikim të zgjidhjeve zyrtare teknike, ekipet e zjarrfeksëve nëpër komuna po përballen me pasojat e këtij fenomeni, ku mbi ngarkesa e krijuar nga kyçet ilegale, veçanërisht gjatë sezoneve të ngarkuara, po shkrumbon kutitë njësorve. Kyçet ilegale praktikohen rrezik të lartë, jo vetëm për objektin, për rrethinjen, po edhe për njerëzit, qoftë ata që jetojnë në shtëpi, qoftë objekt banesor, varësisht persona shtatën tonë ata për me kyç. Arsyeja është sepse arsyet janë të shumta, po më përmend disa më kryesorët, kyçet ilegale zakonisht kryen nga personat e paautorizuar. Ata mundohen që atë kyçe ilegale me kry për një kohë shkurt që mos minxon dikush që janë të bënë kyçe të tillë, kryen me material jo adekuat, duke mos marrë për bazë ngarkesën që ka objekti, kushtet e tjera. Kështu që të gjitha këto praktikohen në një rrezik qoftë për dëmtim të rrjetit KEC-it që ku kyçet bëhen që kyçe ilegale, qoftë dëmtimi i kablit që ekzekutohet kyçja, po edhe vetë objektit që kyçet në mënyrë ilegale. Sa shpesh në zjarret, në ndërtesat të cilat ka kaplu zjarri, sa shpesh është faktori vjedhja e rrymës? Po vetë kyçja ilegale mund të jetë potencial për dëmtim të objektit, se përmenda disa arsye pse. Edhe pse atë raportin përfundimtar se kush është shtartari i zjarrit e bin organet hetimore, domethënë gjatë hetimeve që kryen, megjithatë, domethënë gjasat e më të mëdha që ditë shtartimi i zjarrit të vi kur bëhet një kyçe ilegale, sepse thash përdoren material jo adekuat, kryen nga punëtorët jo të autorizuar e kushte të tjera. Kështu duke marrë për bazë domethënë gjithë ato që tham rreziqet dhe pasojat që mund të shkaktojnë një kyçe ilegale, unë kisha bën apel të gjithë atyre qytetarëve domethënë që kanë nevojë për me kyç një objekt, qoftë objekt banimi ose shtëpi, që marrë paraprakisht në zyret e KEC-it, në bokë KEC, ekipet tona adekuate dalin në terren edhe në bazë të rrethona dhe në bazë kushteve, ju japin zgjidhje teknike, ju përshkruajnë materialin të cilin duhet me përdor që në një kyçe të jetë më e sigurt edhe të mos vjedhet e dëmtimi, qoftë i pajisjes që kyçet apo edhe vetë objektit.